Mirëmbrëma, jam i nderuar që paraqis para jush listën e ekipit fitues Qarku Dibrës mbas vendimit të Kryesisë së Partisë Socialiste. Kjo listë përbëhet nga 7 anëtarë, ku të 7 janë nga rusë të fortë dhe premtojnë një rezultat shumë pozitiv në këtë qark. Nga të 7 kolegët që marrin pjesë në këtë listë, përveç meje, të 6 të tjerët garojnë për herë të parë në garën për të marrë një mandat fitues në qarkun e Dibrës. Lista përbëhet nga këta kolegë: Blendi Klosi, Alma Selami, e cila vjen në këtë garën ekonomiste dhe me i përvojët gjatë në drejtim Partisë Socialiste në zonën e Dibrës dhe po ashtu me eksperiencën e saj si kryetare aktuale e qarkut Dibrë. Pastaj sipas alfabetit po i lexoj kolegët: Murat Dani, student i sapo diplomuar në inxhinieri elektronike, paraqitet në këtë listë pas shprehjes vullnetit të tij në listën e platformës deputetit që duam dhe vjen pas një shkollimi të plot në një universitetet më të mira të Mbretërisë Bashkuar. Daniel Gjura vjen si ekonomist dhe ky nga eksperienca e drejtimit të Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës, përfaqëson një nga djemtë të cilët për gjithë të kohë ka përfaqësuar Partinë Socialiste në zonën e Dibrës. Valentina Haliti, mësuese pedagogji, vjen si përfaqësuese një brezi të tërë socialistësh në zonën e Bashkisë Dibrë, po ashtu ka pasur disa detyra të rëndësishme në këtë qark. Sot i afrohet kësaj liste si drejtore e shkollës mesme në qytetin e Dibrës. Agron Malaj vjen në listë si përfaqësues i këtij qarku, por duke pasur një eksperiencë të jashtëzakonisht pozitive në drejtim të bashkisë së Burrelit dhe përfaqësues i denjë i gjithë zonës Matit. Dhe sipas renditjes alfabetike në listë, Dritan Selishta, ekonomist, vjen në këtë listë si një prurje e re në jo vetëm në listë, por edhe në strukturat e Partisë Socialiste, pasi më parë ka pasur pozicione në strukturat e opozitës së saj kohe, por është bashkuar ekipit tonë i cili premton dhe garon me synimin e qartë fitore në zgjedhjet në qarkun e Dibrës për të bashkuar ekipit superfitues të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Daniel Gjura. Një minutë. Berati. Një minutë. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë së pari me kërkesë të kryeministrit të Shqipërisë, kryetarit të Partisë Socialiste zoti Edi Rama, i cili më ka kërkuar që të hap listën e Beratit, unë e kam pranuar këtë dhe do të jem në listën e sigurt të qarkut Berat. Po ashtu në listën e sigurt të qarkut Berat do të jetë mjekja e njohur Enriketa Jau, e cila ka një eksperiencë të gjatë në fushën e mjekësisë, patjetër që i ka shërbyer komunitetit jo vetëm të qarkut Berat apo të zonës Çerovodës, por në fakt të gjithë Shqipërisë, pasi punon pranë spitalit ushtarak. Në listën e hapur të qarkut Berat, Enriketa Jau. Për sa i përket listës së hapur, në listën e hapur ne kemi tashmë të përfaqësuar patjetër dhe deputetët që vinë nga platforma Deputeti që duam. Kuptohet të gjithë grupmoshat janë po ashtu të përfaqësuara. Kemi po ashtu profesione të cilat janë përfaqësuara më së miri, kemi inxhinier, kemi mjek, kemi ekonomist, kemi individ formuar në shkencat politike dhe eksperiencë në fushata jo vetëm në Shqipëri. Unë do të filloj me Mateja Rexhepin, e cila është një vajzë e re, është koordinatorja për rinin për qarkun Berat, e cila do të jetë pjesë e listës së hapur. Kemi po ashtu Atigje Ekonomin, e cila është aktualisht deputete që përfaqëson qarkun Berat në Parlamentin e Shqipërisë.
Kemi zotin Julian Zyla, i cili do të përfaqësoj zonën e Kuçovës. Është një djalë i cili ka eksperjenca të gjata edhe në diasporë, edhe jashtë Shqipërisë. Është, besoj për shumë prej jush që mbuloni mediat, edhe i njohur pasi është dhe analist politik. Kemi zotin Adrian Islami, i cili është një inxhinier, është i përqendruar më shumë në fushën e zhvillimeve të projekteve të energjisë dhe të infrastrukturës tërësi. Do të jetë po ashtu përfaqësues i zonës Kuçovës. Kemi zotin Erdi Syka, i cili do të përfaqësojë zonën e Dimalit, ka një eksperiencë të gjatë jo vetëm në pushtetin vendor, por po ashtu edhe përsa i përket projekteve të cilat kanë mbështetur pushtetin vendor gjatë viteve të fundit, të cilat janë krijuar nga donatorët, siç është projekti i Bashkive të Forta. Ky ka qenë pjesë e këtij projekti. Kemi zotin Fadil Nasufi, i cili do të përfaqësojë, do të jetë pjesë e listës së hapur dhe do të fokusohet në zonën e Dimalit. Kemi gjithashtu Ysen Buzalin, i cili do të fokusohet në zonën e Çorovodës dhe të Poliçanit, i cili po ashtu vjen nga shkencat mjekësore me një eksperiencë gjatë në menaxhimin e strukturave mjekësore dhe jo vetëm. Kjo është lista e Beratit. Unë jam besim plot që kjo është një listë e cila përfaqëson më së miri kapacitetet që ka qarku i Beratit dhe patjetër që ne do të bëjmë më të mirën, që të vazhdojmë atë transformim që ne kemi përjetuar tashmë edhe në Bashkinë e Beratit, shikojmë një transformim rrënjësor dhe realizimin e potencialit plot që ka ky qark i jashtëzakonshëm. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Qarku i Gjirokastrës për 4 mandate, Partia Socialiste propozon 5 emra, ku kam kënaqësinë që ndaj me ju, ku krahas meje do të ketë një tjetër zonjë, një vajzë, një zonjë përmetare, Anila Dimitri, profesioniste me përvojë në fushën e menaxhimit publik, që ka drejtuar me sukses Këshillin Bashkiak të Bashkisë së Përmetit, ku me një tjetër zonjë në krye, kryetaren e bashkisë e kanë kthyer Përmetin në një nga bashkitë me performancën më të mirë dhe më të suksesshme në Republikë. Kandidati i dytë që kemi në listën e Partisë Socialiste është Piro Dhima, një prurje e re në Partinë Socialiste, djali i Gjirokastrës dhe i minoritetit Dropullit, që bashkë me familjen e vet vendosi të kthehen nga emigracioni për të ndërtuar në fushën e turizmit dhe të hotelerisë disa nga modelet më të suksesshme në këtë sektor, praktikisht në atë të mikpritjes Gjirokastrit dhe Dropullit e bashkë. I bashkohet Partisë Socialiste pas një dilemë si rruga e vetme, të cilën e kanë provuar vetë dhe që jep garancim për zhvillimin e komunitetit, por edhe të vendit. Kandidatura e tretë është Shqyqyri Hysi. Është një tjetër kandidat që vjen nga platforma e deputetit që duam. Profesor në Universitetin e Qrem Çabej të Gjirokastrës, me kontribute në fushën e mësimdhënies dhe të studimeve historike. Një djalë nga Memaliaj, që përvojën e vet e vendos pas një dilemë në shërbim të kauzës së Partisë Socialiste, si forca vetme progresiste për projektin Shqipëria 2030. Në fund, po jo për nga rëndësia. Tërmet Peçi, ndoshta është deputeti që të gjithë do donim ta kishim në skuadrën fituese, prandaj jam shumë krenare që drejtuesin e pakonkurrueshëm të Bashkisë të Pelenës, që e ka kthyer në një vatër të agroturizmit dhe turizmit natyror, fituesin serial të shumë betejave tona elektorale, ta kem në krah, në ballë të garës elektorale të 11 majit për një fitore të padiskutueshme të Partisë Socialiste, jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, po të gjithë Shqipërisë. Bashkë me mua, këto janë 5 kandidaturat e listës së Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës që do të garojmë të sigurt drejt fitores. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe faleminderit për durimin e treguar në këtë ditë maraton tonë sot
këtu nga selia e Partisë Socialiste. Skuadra jonë në Lezhë do të ketë 9 emra kandidatësh. Do ta kryesoj unë këtë skuadër për zgjedhjet e 11 majit. Në listën e mbyllur do të kemi 2 kandidat, Ulsi Manja si drejtues i qarkut dhe Ermal Pacaj. Në listën e hapur, sigurisht kemi 7 kandidat të tjerë, që të gjithë prurje të reja kandidojnë për herë të parë në siglën e Partisë Socialiste. Më i vjetri në këtë listë, sigurisht jam unë, sepse mosha mesatare e kandidatëve të skuadrës tonë përfaqësuese në qarkun e Lezhës është rreth 38 vjeç, u kam rritur unë pak fakt moshën, si më i vjetri, dhe më i riu është 26 vjeç. Është një listë përfaqësuese, reflekton profesionet ndryshme, eksperiencat ndryshme, por dhe është një listë përfaqësuese për të 3 bashkitë e qarkut, në Lezhë, në Kurbin dhe në Mirdit. Sigurisht në listën e hapur 4 kandidat i takojnë Bashkisë Lezhës, 2 kandidat të lista e hapur përfaqësojnë Bashkinë e Kurbinit dhe 1 kandidate përfaqëson Bashkinë e Mirditës, por e gjithë lista jonë sigurisht të radhë ka edhe një komponent të rëndësishëm që është vota e diasporës. Le të themi në 3 bashkitë e qarkut që ka Lezhë, po t'i referohemi numrit të votuesve të regjistruar në diasporë bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne tashmë jemi me 4 bashki. Diaspora është bashkia e 4 e këtij qarku dhe e bën listën tonë shumë më përfaqësuese dhe le të themi do të kemi një garë shumë të fortë. Ermal Pacaj, që do të jetë në listën e mbyllur së bashku me mua, ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe nga psikologji, ka mbajtur poste të ndryshme në sektorin publik dhe privat, është përzgjedhur nga portali Deputeti që dua. Ermali është i djali i rritur në Partinë Socialiste, çka tregon vlerësimin që Partia Socialiste ka për kontributor si Ermali, që e ka nisur karrierën që në moshë shumë të re në Partinë Socialiste. Admir Kadeli. Sigurisht Admir Kadeli është me profesion ekonomist, financbank, është i angazhuar në sektorin privat, edhe Admiri është marrë nga portali Deputeti që duam dhe le të themi ata që e njohin Admir Kadelin, Admiri është djalë që ka kontribuar familjarisht por dhe personalisht në Partinë Socialiste dhe le të themi është vlerë e kësaj liste. Andon Gjoni, sigurisht është i diplomuar për informatikë ekonomike, është njohës i mirë i sektorit financiar dhe i IT-s, edhe ky është kandidat nga portali Deputeti që duam dhe është prurje e re për Partinë Socialiste, 26 vjeç. Andoni është më i riu në listën tonë. Vim me Klotilda Ndrecën, ka mbaruar Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin Luigi Gurakuqi, nga portali Deputeti që duam, ka punuar në sektorin publik dhe privat, le të themi kandidon rishtas në listën tonë dhe është rikthyer familjarisht në Lezhë për të vazhduar kontributin për Lezhën, por edhe për Partinë Socialiste. Erion Markaj do të përfaqësoj Bashkinë e Kurbinit, është i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe Ekonomisë, sigurisht ka një kombinim përvoje në sektorin publik dhe sektorin privat, edhe Erion Markaj vjen nga portali Deputeti që duam, kandidon për herë të parë për Partinë Socialiste në Kurbin. Po ashtu Bashkinë e Kurbinit të radhë do të kemi Marieta Neli, një mësuese me eksperiencë, kjo në fakt është pas meje është më e vjetra në moshë, vjen nga portali Deputeti që duam, ka punuar në zonën e Kurbinit me një kontributore e shkëlqyer në fushën e arsimit dhe mësimdhënies, kandidon për herë të parë në listën e Partisë Socialiste. Për të vazhduar pastaj me Aurora Reçi. Aurora Reçi Gjeloshi. Ka studiuar për administrim biznes, ka punuar në sektorin publik dhe privat. Aurora është në fakt nuk vjen nga portali Deputeti që duam, por është një kontributore dhe një prurje e re që do të jetë një vlerë e shtuar në skuadrën tonë për qarkun e Lezhës. Dhe në mos gaboj, lista jonë për Mirditën do të ketë Pranvera Skana. Pranvera Skana ka mbaruar Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë për komunikim dhe media, mban gradën doktore e shkencave dhe lektore me kohë të plot në një universitet publik dhe me kohë të pjesshme në disa universitete private, vjen nga portali Deputeti që duam. Pranvera është
një vlerë e shtuar për skuadrën tonë të Partisë Socialiste në Bashkinë e Mirditës. Edhe kjo është kontributore në parti, e ka nisur që në rinin e saj kontributin në çdo fushat Partisë Socialiste në Mirdit, dhe me këtë listë përfaqësuese ne mendojmë që gara jonë në qarkun e Lezhës për të marrë mandatin e 4 në këtë qark do të jetë një fushat, një garë dinjitoze. Ne i ofrojmë një listë me figura tërësisht të reja banorëve të qarkut të Lezhës, dhe mjafton të shihni listën e skuadrës tonë në qarkun e Lezhës dhe listat e kundërshtarëve tanë në qarkun e Lezhës. Unë besoj që banorët e këtij qarku në diasporë, por dhe në të 3 bashkitë, në Lezhë, në Mirdit dhe në Kurbin, do ta kenë të lehtë zgjedhjen. Është një gjenerat kandidatësh që kanë lindur dhe janë rritur me ëndrrën për ta parë Shqipërinë në BE, dhe u takon po këtyre që me votën e qytetarëve të Lezhës në datën 11 maj, pse jo në udhëheqjen e Edi Ramës si kapiteni i kësaj skuadre në mandatin ton të 4, ne të shohim Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit. Mirë mbrëma, pa unë përkohë dua të prezantoj listën e kandidatëve për deputet për qarkun e Korçës. Qarku i Korçës do të ketë 10 mandate deputeti këtë herë në këto zgjedhje, me formulën e kodit zgjedhor, siç e dini, lista e mbyllur është 30% e listës e numrit total të deputetëve, do të thotë ne kemi 3 deputet në listën e mbyllur, do të jetë Niko Peleshi, Romina Kuko dhe Genti Lakollari. Romina Kuko është lindur në Korçë në vitin 1984, është rritur në Korçë, pastaj është shkolluar në psikologji në Universitetin e Sheffieldit, ka bërë një sër kualifikimesh të tjera pas universitare, ka një karrierë tashmë të gjatë në administrat, por edhe në organizata ndërkombëtare, siç është OSBE. Aktualisht është kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës, por do të rikthehet në Korçë në vendlindjen e saj. Është zëvendës ministre e Ministrisë Punëve të Brendshme, ka dhënë kontributin e vet, siç e thash, në jo vetëm në administratën tonë shtetërore, por edhe në organizma të tjerë, ka një eksperiencë pra të gjatë, dhe jam shumë i kënaqur që do të jetë pjesë e skuadrës tonë, do t'i bashkohet skuadrës tonë në qarkun e Korçës. Genti Lakollari është një djalë i ri nga Devolli, i cili është aty për të respektuar në radhë të parë një krain të qarkut të Korçës me vlera, me tradita, që meriton patjetër të ketë, siç e kemi traditë, Partia Socialiste të ketë deputetin e vet të sigurt. Ndaj është vendosur në listën e sigurt. Por do të jenë 2 djemë të ri, do ta them më poshtë, që do të punojnë në Devoll dhe që do të përbëjnë modelin që na diferencon ne si Parti Socialiste në atë bashki, në qarkun e Korçës, por specifikisht në bashkinë e Devollit, 2 djemë të rinj të shkolluar, punëtor. Genti është me një eksperiencë të gjatë në Partinë Socialiste, ndonse është djalë i ri, e ka filluar nga antari i thjeshtë i partisë, është bërë kryetari i partisë qytetit, tani kryetari i bashkisë, i Partisë Socialiste për bashkinë e Devollit, është aktualisht nën kryetari i bashkisë Devollit. Siç e thash, dëshiroj që përmes shembullit të Genti Lakollarit të inkurajojmë gjithë të rinjtë dhe të rejat në Devoll, qarkun e Korçës dhe në gjithë Shqipërinë, për treguar se si brenda Partisë Socialiste bëhet karriera përmes punës. Ai ka punuar me përkushtim në çdo fushat dhe mbase sot surprizohet kur dëgjon emrin në listën e mbyllur. Natyrisht që e di, jemi konsultuar edhe me Partinë Socialiste, por besoj do të jetë surprizë për gjitha këto arsye. Ai do të jetë në listën tonë të mbyllur dhe do të punojë krah për krah me një kandidat tjetër që do ta lexojmë më vonë. Tani fillojmë me listën e hapur sipas rendit alfabetik, që mos krijojmë asnjë keq kuptim. Alfons Oldashi është një djalë i ri, lindur në 12 shkurt 1988 në Pogradec. Vjen nga platforma Deputeti që duam, është administrator i njësisë administrative Buçimas, aplikoi në platformë si një i ri socialist që ka ecur në Partinë Socialiste, është antar i Asamblesë Kombëtare, por shprehu ambicien e vet për të qenë
në listën e kandidatëve për deputet. Unë i uroj Alfonsit suksese, natyrisht, dhe jam i sigurt që eksperiencën që ka krijuar me punën në komunitet do di tani ta kthej në vota për Partinë Socialiste, duke punuar kryesisht në bashkinë e Pogradecit, por jo vetëm, siç e dini, çdo deputet do të jetë deputet i qarkut të Korçës. Arjani Aullari është lindur në Korçë në 22 maj 1960, ka një eksperiencë, pra siç e shikoni, ka kandiduar në zgjedhjet e kaluara në 2021 dhe ka marrë një numër të konsiderueshëm votash. Sot është zëvendësministër i Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, është farmacist në kualifikim, ka qenë presidenti i urdhrit farmacistit, është modeli i punës të përkushtuar ndaj njerëzve dhe jam i sigurt që do të performojë shumë mirë në këto zgjedhje, të cilat, siç e thash, janë zgjedhje ku Partia Socialiste do të synojë jo thjesht edhe vetëm të mbajë 6 deputet, por do të synojmë 7 deputet në qarkun e Korçës dhe mbase kjo duhet ta themi dhe ju intereson. Është sfidë e madhe, padyshim, por ne jemi sot 6 dhe do të shkojmë 7 deputet përmes kësaj skuadre të shkëlqyer fituese që unë po prezantoj. Besa Spao ka lindur në 3 dhjetor 1987 në Korçë, sot është në kryetare e Bashkisë së Korçës, ka kandiduar edhe në listën e Bashkisë së Tiranës në vitin 2017 dhe më pas në vitin 2021 në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Korçës. Ka një eksperiencë të gjatë në punën e vet administrative, është një specialiste, është një inxhinier ndërtimi, e diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, ka qenë drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Kadastrës dhe pastaj edhe të Korçës. Sot, siç e thash, është nënkryetare e Bashkisë së Korçës. Vjen nga një familje me tradita, por edhe me kontribut të jashtëzakonshëm për Partinë Socialiste, që herët për Korçën, edhe unë dua që këtu t'i çoj një falënderim, edhe një mirënjohje babait vet që ka drejtuar Partinë Socialiste për shumë vite dhe që sot Besa padyshim e përfaqëson edhe atë, pra dhe familjen e saj, me shumë dinjitet. Bledi Çomo është lindur në 22 qershor 1982 në Pogradec. Bledi Çomo është jurist, avokat, me eksperiencë të gjatë edhe në fushën e avokatisë, por ka dhe një shkollim në menaxhim biznesi. Studimet i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës dhe në Universitetin Fanoli, pra ka dy bachelor. Siç e thash, ka qenë nënkryetari i Bashkisë, ka qenë sekretari i përgjithshëm në Këshillin e Qarkut dhe administratori i zyrës avokatisë Çomo & Friends. Ka drejtuar Partinë Socialiste për shumë vite me sukses. Në Bashkinë e Pogradecit ne kemi dalë tradicionalisht fitues. Ka kandiduar në vitin 2021 dhe ka marrë pothuajse 6.000 vota. Tani do të jetë një kandidat që jam i sigurt do të jetë fitues bashkë me kolegët e tjerë, dhe do të përfaqësoj qarkun e Korçës, po posaçërisht Pogradecin, me të cilin ai është aq shumë i lidhur. Eni Zake është emri i njohur sepse është deputete aktuale për qarkun e Korçës, ka lindur në 12 shkurt të vitit 1981 në Korçë, ka përfunduar Fakultetin Ekonomik të Universitetit Fanoli në Korçë, në financë dhe kontabilitet, dhe ka gjithashtu dhe një master në Universitetin e Ohrit. Është deputete e qarkut, siç e thash, ka qenë administratore e Universitetit Fanoli, e lidhur shumë me studentët, me të rinjt, me gratë, me vajzat, ka punuar për mbrojtjen e drejtave të tyre, është sekretare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka një performancë të jashtëzakonshme, shumë të mirë, të shkëlqyer në grupin ton parlamentar, ndaj dhe padyshim e meriton të jetë përsëri në listën tonë. Eridion Rustemi është një djalë i jashtëzakonshëm nga Pojani, nënkryetari i Bashkisë Maliqit sot, por që më ka bërë shumë përshtypje mua dhe të gjithë kolegëve të tjerë për kushtimin e vet ndaj komunitetit. Jeton edhe punon në Pojanë dhe në Bashkinë e Maliqit, pra, është nënkryetari i Bashkisë, ka qenë më parë administrator, është njeri që duan të gjithë, e respektojnë të gjithë dhe i sigurt jam që me këtë hap në karrierën e tij, një djalë me perspektivë edhe për të ardhmen, ai do ta tregojë
edhe vlerën e vetë në votat që do të marrën atë bashki. Por jo vetëm. Gzim Gora është emri i dytë që e thash pak më lartë për bashkinë e përfaqësuesi bashkisë Devollit, natyrisht në listën e qarkut ton. Ai ka lindur bilisht në vitin 1988, siç e shikoni përgjithsisht, mosha është e re e kandidatëve tanë. Ka përfunduar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega inxhinieri mekanike dhe master shkencor në energjetik. Prej 13 vitesh punon në sektorin privat si menaxher projektesh, është pra një profesionist shumë i mirë, nuk është ndar nga Devolli për asnjë moment, ndonse tani punon në Tiranë, është prezent çdo javë në Devoll, është një djalë i mirë i Devollit nga një familje e shkëlqyer. Siç e thash, modeli jonë është Genti Lakollari dhe Gzim Gora, dy djemë të shkolluar, punëtor, të jashtëzakonshëm, me të cilin ne do t'tregojmë edhe do t'i japim Devollit atë që meriton, pra një përfaqësim shumë të mirë të njerëzve të punës. Devolli është zona më punëtore mbase në Shqipëri, unë njihem për lokalist, kështu që mos ma vini re që flas me superlativa sa bie fjala për vendlindjen time edhe për qarkun tonë. Ilirian Pendavinji është emër gjithashtu i njohur, ka 3 mandate deputet, ka lindur në vitin në 16 maj 1971, ka mbaruar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës, i specializuar në nefrologji, ka kontribuar dhe ka një karrierë të mirë në zanatin e vetë, pra si mjek, dhe na është bashkuar prej vitesh në skuadrën tonë përfaqësuese. Ka përfaqësuar qarkun e Korçës në parlament, është modeli edhe njëherë them i një politikani që nuk e haron asnjëherë lokalitetin. Ne kemi parë edhe politikanë që pasi veshin kostumin e deputetit, më pas mendojnë se karrigja ku ulen do t'jetë e përjetshme dhe mbase ndryshojnë. Iliri është nga ata miq, nga ata shok, nga ata koleg, deputet që nuk ka ndryshuar asnjëherë, ndaj dhe është një figurë e dashur dhe vlerësuar për qarkun e Korçës. Do ta tregojnë edhe këto zgjedhje se si do të vlerësohet nga votuesit tanë. Vasil Steriovski është gjithashtu një emër që mund ta njihni, ka qenë deputet për pak kohë në parlamentin e kaluar, ka qenë në listën e kandidatëve për deputet edhe në vitin 2021, është kryetari i Aleancës së Maqedonesve për Integrim Evropian, AMIE, është një parti me cilin e kemi nënshkruar edhe kemi një bashkëpunim, kemi nënshkruar edhe një marrëveshje lokale, themi, për lokalitetet ku ka komunitet Maqedonas, kryesisht është zona e Korçës, por jo vetëm, e dini që në zonën e Dibrës dhe të Kukësit ka disa lokalitete me prezencë të komunitetit Maqedonas, më falni, por bashkia e Pustecit, siç e dini, ka edhe përqindjen dhe numrin më të madh të komunitetit Maqedonas, do të përfaqësohen nga Vasil Steriovski për partinë e vet, po dhe Partia Socialiste natyrisht e përshëndet, e përgëzon dhe e mbështet Vasilin si një përfaqësues të listës së Partisë Socialiste në këto zgjedhje. Ne do të synojmë 7 mandate në qarkun e Korçës. Është një sfidë jo e lehtë, por duke llogaritur edhe faktorin e bashkëdhetarëve tanë diaspor, Korça është një qark që ka shumë diaspor dhe kryesisht në Greqi, në zonën e Selanikut, Athinës, por edhe në shtetet tjera. Unë e falenderoj çdo antar të Partisë Socialiste dhe kontributor për punën e shkëlqyer që ka bërë në diaspor, dhe jam i sigurt që diaspora që pritet votojë në 11 maj, janë mbi 20.000 korçar që janë regjistruar në ato lista, do të vlerësoj punën e bërë deri tani, ambicien tonë për integrimin në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati që vjen. Diaspora do të bëhet pjesë e historisë më të lavdishme për të vendit tonë, të antarësimit në Bashkimin Evropian, ndaj dhe do të votoj Partinë Socialiste. Vinjola, jo nuk e kam marruar. Pse? E thash që e kemi me rend alfabetik dhe nuk mund të harroj në asnjë mënyrë. Vinjola Rota është lindur në 14 maj 1987 në Korçë, ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës për matematik fizik, ka bërë master shkencor në matematik, pra është një matematiciene, ka punuar mësuese në
në gjimnazin, Themistokli Gërmënji, sot është drejtorisë rajonale të arsimit para universitar në Korçë, ka punuar gjatë kësaj kohe jo vetëm në qarkun e Korçës, por siç e dini, drejtoritë rajonale arsimore mbulojnë rajonet, pra dhe në qarkun e Elbasanit dhe të Beratit, është e palodhur, është gjatë çdo javë në shkollat tona, punon shumë afër komunitetit të mësuesve dhe jam i sigurt që gjitha ato shprehi dhe aftësi të punës në komunitet, por edhe në marrëdhënie me njerëzit, Vinjola do t'i vënë në shërbim tani të Partisë Socialiste dhe padyshim edhe të votave preferenciale, për të cilat, siç e dini, me këtë sistemin e tanishëm, çdo kandidat do të synojë veç votës së partisë edhe votat preferenciale. Unë jam drejtuesi politik i qarkut Korçës dhe më intereson padyshim së pari vota e Partisë Socialiste, nga e cila prodhohet dhe numri i mandateve, 7 mandate synojmë në qarkun e Korçës. Faleminderit, natën e mirë. Mirë mbrëma, dhe mundojmë të më konqisë se Niko. Lista e propozimeve të qarkut Shkodër, i cili ka 11 deputet dhe ka 4 propozime në listën e mbyllur dhe 11 të tjera në listën e hapur, sigurisht është përgatitur duke pas parasysh platformën e deputetit që duam, propozimet që kanë ardhur nga partia, një shpërndarje gjeografike, një shpërndarje profesionale, një shpërndarje të gjitha moshave. E para në listë është Mariana Koçeku. Mariana ka qenë pjesë e platformës deputetit që duam, është një vajzë, është një krijuese dhe menaxhuese një prej agroturizmave të famshëm dhe të njohura në vend. Është një shembull fantastik i një njeri, një vajzë e re me forcat e veta të ndërtojë një biznes, të ndërtojë një promovim, të ndërtojë një emër, njihet me emrin Neom Malsoria, e cila e ka promovuar Shqipërinë, zonat tona, për brenda vendit, do thoja dhe jashtë vendit. Ka mbaruar për studimet politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe është kënaqësi për mua ta kem pjesë të ekipit. Onid Beleri. Onidi është një profesionist i përkushtuar me eksperiencë në fushën e inxhinierisë, është inxhinier, ka bashkëpunuar në 2 vjet e fundit shumë me mua në rolin e kryetarit të bashkisë në Shkodër, e njoh prej kohësh për arsye se ka qenë dhe një nga inxhinierët që ka realizuar shumë projekte me donatorët të infrastrukturës në të gjithë vendin dhe sigurisht dhe në veri më shumë. Gjenis Qela ka studiuar në marrëdhëniet për ndërkombëtare dhe në shkencat politike, aktualisht është menaxhere në sektorin e turizmit dhe të mediave dhe ka një përvojë, do të thoja unë, të mirë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në këto 2 sektorë. I 4 në listën e mbyllur të Shkodrës është Bujar Rexha. Bujari përfaqëson komunitetin e Malësisë Madhe, do të thoja brenda vendit dhe jashtë vendit. Bujari ka jetuar në një kohë të gjatë në jashtë Shqipërisë, ka një eksperiencë në fushën e ndërtimit dhe në fushën e sigurisë. Njëkohësisht është një përfaqësues i cili ka ardhur dhe ka shprehur dëshirën për të rikthyer dhe për të kontribuar në vend dhe në Malësitë Madhe. Lista e hapur me rendin alfabetik është si më poshtë, Edona Bilali, të cilën së pari do doja ta falenderoja si një mbështetëse dhe një njeri shumë i angazhuar gjatë gjithë kohës dhe si ministre dhe si deputete në të gjitha sfidat e Shkodrës, në gjitha sfidat e transformimit të Shkodrës. Kam shumë kënaqësi dhe për mua që të jetë bashkëpunëtare dhe është bashkëpunëtare e denjë në këto sfida që kemi. Ervin Doda është përfaqësues i zonës së Fusharzit, ka mbaruar studimet për drejtësi dhe ka pasur eksperjenca të shumta me Partinë Socialiste. Është një nga aktivistët më të shuar në zonën e Fusharzit, por njëkohësisht edhe shumë aktiv dhe njohës i problematikave të zonës. Holta Duda është mjeke me një reputacion shumë pozitiv në një përvojë shumë të gjerë në sistemin shëndetësor në Shkodër, drejtuese dhe lektore në universitet dhe për shkencat mjekësore. Frok Gjini, të cilin po ashtu do doja ta falenderoja për angazhimin që ka pasur
si deputet i Partisë Socialiste në zgjedhjen e shumë problemeve të zonës, të cilat I njeh shumë mirë në zonën e Vaudës, Pukësht, Fushargjës, dhe si njeri me një eksperiencë 20 vjeçare në sektorin publik, besoj se do ta shfrytëzoj shumë mirë atë në interesat e komunitetit të zonës. Besmir Lezha aktualisht është një drejtues në një nga sektorët më të rëndësishëm të infrastrukturës në Shkodër, ato të ujësjellcave. Është një njeri që ka dëshmuar një përgjegjësimë të lartë në përmbushjen e nevojave dhe zgjidhjen e problematikave në këtë sektor. Njeri që ka ndetë afër në gjithë nevojat, problematikat, investimet që janë dashur të realizoj gjatë kësaj periudhe në gjithë qarkun e Shkodrës. Marian Ndërshtiqaj është jurist me eksperiencë në sektorin publik, kryesisht në atë të transportit rrugor. Është njeri I kudo ndodhur në funksionet të shërbimit të banorëve që nga rrethinat e deri në Vermosh e deri në Dukajgjin. Një tjetër që na vjen nga kandidati që na vjen nga platforma e deputetit që duam është Vera Ndreca, e cila është shumë e spikatur në fushën akademike jashtë vendit dhe është e gatshme për të kontribuar në Shqipëri me gjithë ekspertizën e saj në fushën e administrimit publik dhe një kursim të mësimdhënies. Casey Spahiu është një mjeke, pjesëmarrëse e Akademisë Politike të PS-s, drejtuese organizatave rinore për qarkun e Shkodrës, një re aktive me ide dhe energji për të promovuar interesat e rinjës. Enertit Cani vjen nga një familje tradicionalisht e majt, me influencë në zonën e majtësisë madhe, është jurist me eksperiencë dhe është shumë I spikatur në disa angazhime në sektorin publik. Shkëlqim Sterkaj vjen nga një komunitet I djathtë, dihet që unë jam me se kam marrë thesërën e Partisë Socialiste, jam gjithmonë në disë majtës të djathës, sepse jam I pasgruar me punën, mendoj puna nuk është as e djathtë as e majtë, por është sigurisht një përfaqësues I komunitetit që ka një përbërje të rëndësishme në sektorin publik dhe në atë privat. Adnan Shullani është jurist, administrator dhe përfaqësues I njësie administrative të Anës Malit, njeri I përkushtuar, njeri I njohës e problematikave dhe të nën Shkodrës, është njohës I mirë I tyre dhe I mbrojtjes të vlerave dhe të nevojës së zonës. Kjo është lista e Shkodrës me përfaqësues e saj, të cilët mendoj kanë një shpërndarje diversifikim, siç e thash, profesional edhe gjeografik dhe të grup moshave. Besoj se është një ekip I duhur, me energjinë e duhur, me rrjetet e duhura për të bërë transformimin e Shkodrës, të gjithë së bashku. Faleminderit. Sa ditë. Lora. Jo më. Shumë mavri pasin I këto. Një mbrëma, atëherë po ju prezantoj listën e kandidatëve të qarkut të Vlorës dhe po e filloj nga lista e hapur. Lista është konceptuar gjithë përfshirëse, duke përfshirë qoftë komunitetet ndryshme që ka në qarkun e Vlorës, qoftë përkatësisë të grupeve të ndryshme në qarkun e Vlorës, e ndarë kjo në 2 zona të mëdhaja elektorale, ku 4 pozicione janë lënë rajonit, po themi, të Sarandës, ku përfshihet Konispoli, Finiqi, Saranda dhe Delvina, dhe 8 janë lënë apo janë përzgjedhur nga komunitetet që përfshin rajonin e Vlorës, ku futet Selenica, Vlora edhe Himara. Për rajonin e Sarandës, I pari në listë është
doktor Vasil Llajo, i cili ka mbaruar shkëlqyshëm Universitetin Mjekësor në Tiranë, me një karrierë shumë të mirë, të shkëlqyer madje si mjek, dhe sigurisht i njohur tashmë gjërësisht në biznesin që ka, me ngritjen e një rrjeti model biznesit të klinikave dhe laboratorëve Intermedica në Shqipëri dhe në Athinë. Vasil Llajo është përfaqësues i minoritetit grek dhe besoj është një nga përfaqësuesit e gjithë pranuar nga gjithë korrentet e minoritetit grek, jo vetëm në qarkun e Vlorës, por edhe në Athinë. I dyti është Ardit Bido. Ardit Bido është, siç e dini, drejtori përgjithshëm i arkivave të shtetit. Është profesor i asociuar, por i spikatur edhe besoj në të gjithë daljet publike ku ka qëndrime shumë dinjitoze përsa i takon historisë jo vetëm të zonës nga ai vjen, ai është një djalë i lindur dhe i rritur në Sarand, ka bërë një transformim rrënjësor të arkivës së shtetit, duke digitalizuar plotësisht atë dhe modernizuar arkivën e shtetit, dhe besoj që është një vlerë e shtuar për pjesën e zonës apo e rajonit të Sarandës. I treti është Gjergji Mërkuri, është një mësues model në Sarand, por mbi të gjitha është kryetar i spikatur i Partisë Socialiste prej kohësh, edhe atëherë kur Saranda përfshinte një territor shumë të madh si rrethet e dikushme, dhe besoj unë është një person që gëzon respekt në gjithë komunitetin e Sarandës. Dhe e katra në rajonin e Sarandës, apo e katra në listë të qarkut të Vlorës, është Ina Majko. Ina Majko është një figurë shumë interesante, është përfaqësuese e komunitetit rom, ka mbaruar studimet shkëlqyer në Shqipëri për biologji dhe ka bërë një master në Universitetin e Budapestit. Është një vajzë që e ka gërshetuar karrierën e saj midis shkencës, aktivizmit, dhe është nga ato vajza që mbron kauza që ajo i beson në mënyrën më elegante të mundshme, dhe besoj unë do të jetë një risi në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës. I pesti, dhe tani kalojmë në zonën e Vlorës, pra rajonin e Vlorës, është Vullnet Sinaj. Vullnet Sinaj e njihni, deputeti aktual i qarkut të Vlorës. Unë mendoj që ai është një nga deputetët më model që ka sot Parlamenti Shqiptar për sa i takon përfaqësimit që ai bën komunitetit, dhe besoj që i gjithë komuniteti që ai përfaqëson do gëzohen kur ta dëgjojnë që ai ka pranuar të jetë përsëri kandidat në qarkun e Vlorës dhe ti përfaqësojnë ato. I gjashti në listë, apo i gjashta në listë, dhe vazhdojmë me rajonin e Vlorës, është Evis Allushi. Evis Allushi, një pedagoge për 20 vitesh në Universitetin e Vlorës, një aktiviste e Partisë Socialiste që në moshën 18 vjeçare, dhe besoj unë është përfaqësuese shumë e denjë e gjithë historisë Partisë Socialiste të Vlorës. I shtati në listë është Klevis Kaso. Klevis Kaso është aktualisht nënkryetar i Bashkisë së Vlorës. Është një djalë me energji dhe që sigurisht ka një eksperiencë edhe një karrierë edhe brenda Partisë Socialiste, dhe besoj se me kontributin e tij
të shquar që ka dhënë edhe në Partinë Socialiste edhe në Bashkinë e Vlorës si nënkryetar i bashkisë, do të japë një dimension tjetër fushatës elektorale të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. E teta është Brunilda Mersini. Brunilda Mersini është drejtoresha aktuale e Spitalit Rajonar të Vlorës, edhe kjo një aktiviste e vjetër tashmë e Partisë Socialiste me kontribute të jashtëzakonshme në të gjitha betejat elektorale të Partisë Socialiste dhe tashti këtë rrallë ka pranuar që të jetë në vit të parë të kësaj beteje duke hyrë në listën e hapur të qarkut të Vlorës. E nënta është Briseda Çakëri, edhe kjo një grua që jo vetëm vjen nga një familje me traditë të socialiste të thellë në qytetin e Vlorës, por dhe vetë që në moshën 18 vjeçare ka qenë aktiviste e pandërprer e Partisë Socialiste në qytetin e Vlorës. I 10 apo e 10 është Mjaftesa Sulaj. Mjaftesa Sulaj, apo Tesi, që ta keni më kollaj për ta shkruar, është një risi në listën e kandidatëve të qarkut të Vlorës, është një vlonjate 24 karaçe, por që ka jetuar 18 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka ardhur në qytetin e Vlorës që prej shtatorit të vitit 2024, pa vjet, duke aplikuar nga Amerika për të qenë pedagoge në Universitetin e Vlorës. E ndikuar tërësisht, siç thot ajo, nga ndryshimet kolosale që ka parë edhe ka ndjerë në qytetin e Vlorës. Është sigurisht një figurë e re me shumë energji dhe që do japi një freski të padiskutueshme, dhe këtu do jemi bashkë dhe do e shihni që sa ndryshim edhe çfarë ndryshimi do të sjellë ajo listës së kandidatëve të qarkut të Vlorës. I 11 është Endi Hysenaj. Endi Hysenaj, edhe ky një djalë apo një burr që ka një karrierë edhe administrative dhe politike në qytetin e Vlorës. Aktualisht është drejtor i AKU-s në Vlorë, prej më pak se një viti, është përfaqësues i komunitetit Çam të Çamërisë dhe besoj se është një nga përfaqësuesit më të denj të këtij komuniteti në Vlorë, me reputacion shumë të mirë nga të gjitha korrentet politike që ky komunitet ka, jo vetëm në qytetin apo në rajonin e Vlorës, por edhe më gjerë në qarkun e Vlorës. Dhe i fundit, por jo për nga rëndësia, i 12 është Damian Gjiknuri. Për Damianin besoj është e tepërt të them në një fjalë, sepse e njihni të gjithë. Ai sigurisht do jetë pjesë e listës hapur, edhe do garoj në një zonë që e njeh shumë mirë, edhe ku ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në gjithë këto vite si përfaqësues i Partisë Socialiste. Dhe të vim ke lista e mbyllur, për ta përmbyllur. Sigurisht drejtuesi politik, siç e dini, edhe nga kriteret që ne kemi vënë në parti, pra jam unë në pjesën e listës mbyllur. E dyta është Zamira Sina. Zamira është, sot që flasim, është dekane e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës, që t'ja ushuaj kuriozitetin se do googloni edhe do ju dali që ka qenë dikur në një moment në çadrën në vitin 2000, në çadrën e famshme në vitin 2017, ku ka mbajtur një qëndrim të vetin në lidhje me problemet e arsimit, edhe unë gjatë kur në momentet që kam hasur qoftë në aktivitete ndryshme në Vlorë, apo dhe në takime që kemi pasur me grupet e
interesit, kur e pyeta për një moment për këtë çështje, thash si ka mundësi që ke qenë edhe ke thënë atje disa gjëra që qëndrojnë për hir të vërtetës dhe ajo qëndron për hir të vërtetës në atë kohë, më tha, atëherë nuk e doja Edi Ramën, sot e dua Edi Ramën. Kështu që sepse është bindur që prej asaj kohe që çdo gjë që po ndodh është një rrugë pakthim drejt zhvillimit jo vetëm të qarkut të Vlorës. E treta në listën e mbyllur është Eriona Ismaili. Eriona Ismaili ka qenë gazetare, është aktualisht punon si koordinatore në projektin zviceran të bashkive të forta, është aktiviste e shquar në qytetin e Vlorës, herë kritike edhe në eksperiencën edhe në karrierën që ka pasur si gazetare, por sigurisht gëzon një respekt pikërisht për këto qëndrime të drejta që ka mbajtur gjatë gjithë kohës, edhe për këtë qëndrim dinjitos që ka mbajtur për gjithë kohës. I bashkohet edhe ajo ekipit të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Dhe i fundit, pra i katri, është ministri aktual i mbrojtjes, Piro Vëngu. Piron e njihni të gjithë, ka një karrierë tashmë të gjerë edhe të gjatë në qeverisjen socialiste dhe aktualisht kontribon edhe është ministër i mbrojtjes i qeverisë së Shqipërisë. Mbaruan, ishin 12 të hapur dhe 4 të mbyllur. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Sa mandate synoni zoti Çuçi në Vlorë? Ne nuk i ndajemi gjithmonë ambicjes tonë. Ne konsolidojmë tetën dhe luftojmë për të nëntën. Mbrëma, qarkun e Kukësit, listën e qarkut Kukësit, do ta kryesoj unë, si kundër jeni Mblini, Eduard Qalsi, ndërkohë që Ali Hallaçi është djali një familje të njohur, mban një mbiemër të njohur për Kukësin, është i arsimuar jashtë Shqipërisë, edhe studimet pas universitare i ka kryer jashtë Shqipërisë. Ka mbajtur pozicionin e myftiut Kukësit, muajin e madhërisëm të Ramazanit, po e theksoj, ndërkohë që ka shërbyer si prefekt i qarkut të Kukësit, ka shërbyer si diplomat në ambasadë të huaj dhe mbi të gjitha ka qenë thellësisht i angazhuar në projekte kulturore, humanitare dhe sociale. E dyta në listë është Aristogena Poga Geca. Vjen nga një familje e thjesht, e lindur, e rritur dhe jeton në Has, me një eksperiencë të lavdërueshme në një institucion shëndetësor, te jetë aktive ndonse në moshë të re, shumë aktive në Partinë Socialiste dhe madje edhe kryetare e Freshit për një kohë të gjatë dhe është e përzgjedhur nga platforma deputeti që duan. Dhe kandidati i tretë për qarkun e Kukësit është një ish deputet në legislaturën 2013-2017 dhe 2019-2021, një deputet i Partisë Demokratike, në fakt, është diplomuar në Akademinë Ushtarake,
ka punuar një kohë të gjatë në strukturat e policisë shtetit, si dhe në institucionet e sigurisë apo inteligjencës ushtarake. Në fakt nuk e di, Alban Zeneli quhet, nuk e di nëse është bërë socialist apo jo, po e di fort mirë që i është bashkuar ekipit ton, sepse beson që Partia Socialiste dhe Edi Rama në fakt do të fitoj një mandat të tretë, por edhe në katërt dhe por edhe si influencë e një bashkëshorteje që vjen nga zona e Tropojës dhe nga një familje e nderuar e Tropojës. Ky është ekipi i Kuksit, për cilin shpresojmë shumë që do të arrijmë një rezultat shumë të mirë. Faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi të kemi mundësi të prezantojmë gjithashtu dhe listën fituese për qarkun e Elbasanit. Po filloj me ato që do të jetë lista e hapur për të kaluar më pas ke lista e mbyllur. Në listën e hapur kandidojmë Aulona Bylykbashin, një juriste dhe drejtuese me përvojë në qeverinë vendore, aktualisht nënkryetare e Bashkisë së Elbasanit, një person i cili ka dhënë kontribut të gjatë në qytet në role të ndryshme administrative brenda qytetit, por dhe një pedagoge e Universitetit Aleksandr Xhuvani, Universiteti Amerikan Tiranë, pra një person me kontribut në qytet, një person i ri dhe me kontribut në qytet. Ajo do të jetë fokusuar në rajonin 1, 2 dhe 3 të Elbasanit. Gjithashtu kemi Florence Paun, një deputet ekzistues i Kuvendit të Shqipërisë, një mjek me kontribut gjithashtu shquar në qytet dhe me një historik lidhje të ngushtë me komunitetin e Elbasanit në qytet. Kemi gjithashtu Desantila Tahiraj, një figurë e njohur, mjeke, doktorante me titull profesor asociuar, kryetare e forumit gruas në qytetin e Elbasanit. Gjithashtu ajo do të vijojë garën në Elbasan. Kemi gjithashtu Sajmir Hasallën, një jurist me përvojë, deputet i qarkut të Elbasanit, Kuvendit e Shqipërisë, me një karrierë të gjatë në administratën publike, qeverisë vendore, kryetar i Bashkisë Peqinit në Shkuarën, me një fokus kryesor në zonën e Peqinit. Në listë të hapur do të jetë gjithashtu dhe Agron Gaxho, i cili sjell një përvojë të gjatë në fushën administrative, me një eksperiencë gjatë në shumë institucione, aktualisht drejtori i spitalit të qytetit, një njerëz i cili ka një lidhje dhe historike, por dhe administrative në qytetin që sjell eksperiencën e tij në këtë fushë. Gjithashtu në listë kemi zotin Shkëlqim Bullari, aktualisht deputet i qarkut të Elbasanit, një përfaqësues i zonës së Cërrikut me një eksperiencë në bujqësi, agroturizëm dhe njëri i lidhur ngushësisht me zonën e tij. Në listë kemi zonjën Ela Toçka, një juriste profesioniste nga Prenjasi, një administratore e shquar jo vetëm në qytetin e Prenjasit, po dhe në lidhje dhe me lidhje të ngushta me partinë dhe një kontribuese e rregullt dhe e gjatë në parti. Kemi zotin Olci Komici, i cili është një figurë gjithashtu e shquar, një jurist me eksperiencë gjatë në disa fushat të administrimit publik, por edhe në sistemin e drejtësisë, i cili bashkohet në një eksperiencë shumë të thellë në fushën ligjore skuadrës tonë, me fokus në zonën e Librazhdit. Kemi zonjën Ervina Mete nga Belçi, e cila i bashkohet skuadrës tonë nga ai territor, një person me eksperiencë të gjatë administrative në qytetin e Belçit dhe me lidhje të ngushta me qytetin. Kemi një ndër njerëzit shumë interesant që i bashkohet skuadrës tonë, Geldon Feizo, një mjek neurokirurg që ka studiuar në Itali, i cili është një ndër neurokirurgët e rëndësishëm të vendit tonë, i cili vjen nga një familje e rëndësishme e zonës Gramshit dhe rikthehet në qytetin e tij për të garuar dhe për të dhënë kontributin e tij në përmirësimin e gjithë
zhvillimit të zonës. Gjithashtu kemi zotin Luan Duzha, një deputet aktual i Kuvendit të Shqipërisë, njëri me eksperiencë gjatë parlamentare, por edhe me lidhje të ngushta me gjithë territorin. Gjithashtu i bashkohen listës si pjesë e platformës deputeti që duam, zoti Arlind Kullolli, një mjek i ri specializant nga zona e Librazhdit, por edhe një person me shumë kontribut në aktivizëm në përgjithësi, i cili i bashkohet kësaj liste për dhënë kontributin e tij në mënyrën se si mund të fokusohemi veçanërisht ke të rinjt, ke profesionistë të rinj dhe ke zhvillimi i këtyre çështjeve në zonën e Elbasanit. Gjithashtu është Sara Mile, një vajzë e re, e cila gjithashtu vjen me një eksperiencë në fushën e shkencave politike, në marrëdhënie ndërkombëtare, një person gjithashtu aktiv, vjen sërish edhe kjo nga platforma deputeti që duam, një vajzë shumë aktive në zonë dhe me lidhje shumë të forta në qytetin e Elbasanit dhe me rrënjë në këtë qytet. Gjithashtu i bashkohet listës dhe Musa Coha nga Tregani, një djalë i ri me fokus në teknologjinë, në IT, është i fokusuar në startupet dhe në punën e teknologjisë dhe i bashkohet kësaj skuadre pikërisht për të parë mënyrën se si mund sjellin në Elbasan më shumë zhvillim teknologjik dhe me fokus veçanërisht ke çështja e rinisë. Dhe kjo është lista 14 kandidatët e listës së hapur. Për sa i përket listës së mbyllur, në rolin e drejtuesit politik jam unë, Arbian Mazniku, është Bora Muzhaqi, e cila është ministra e shtetit për rininë dhe fëmijët, ka dhënë një kontribut energjik për çështjen e rinisë gjatë gjithë këtyre viteve. Gjithashtu Bora është një person e cila ka studiuar në Angli dhe është rikthyer në zonën e saj, në zonën nga ku vjen familja e saj, nga zona e Polisit, e Librazhdit, si një person i cili do të koordinojë punën e partisë në zonën e Librazhdit dhe Prenjasit, dhe për të dhënë kontributin veçanërisht me fokus tek rinia dhe zhvillimi që është dhe fusha e saj e jashtëzakonshme. Gjithashtu kemi Adi Qosen, një ekonomist, gjithashtu një nënpunës me eksperiencë në disa detyra të ndryshme në qytet, por Adi është një freshist, një person i cili ka qenë freshist dhe njerëzit kur janë freshist janë gjithmonë freshist, i cili ka bërë gjithë linjën e partisë, duke filluar nga aktivizmi në nivelin më ke strukturat bazike të të rinjve të partisë, por më pas ka avancuar në gjitha nivelet dhe sot është pjesë të skuadrës listës të deputetëve për qarkun e Elbasanit, Evis Kushi, një deputete me përvojë, një person i lidhur ngushësisht me historikun e qytetit, me kontribute të jashtëzakonshme në fushën e arsimit, dekane e Fakultetit të Ekonomisë në qytetin e Elbasanit, dhe një person i cili lidh ngushësisht një nga vlerat e rëndësishme të qytetit e Elbasanit që është arsimi me listën tonë. Gjithashtu i bashkohet listës Ermal Elezi, një i ri i talentuar, i cili është arsimuar në Itali për inxhinieri dhe më pas në Angli për menaxhim. Ermali është nga një familje e shuar e zonës Belshit dhe Cerrikut dhe i bashkohet pas një eksperiencë gjatë në administratë gjithashtu këtij territori dhe në fakt me këto mbaruam. Kjo është lista. Ju falenderoj shumë. Më mbrëma gjithëve, faleminderit për angazhimin tuaj dhe për kohën e gjatë që keni këtu. Atëherë do përpiqem që të jem të bie shkurtimisht listës së qarkut të Durrësit. Kemi realizuar një proces konsultimi të gjerë, jemi munduar të harmonizojmë komunitetet, gjinit, brezat, patjetër pa lënë jashtë vëmendjes dhe besimet dhe kemi pothuajse 50% gra dhe 50% burra në listën e qarkut të Durrësit. Respektivisht në listën e mbyllur janë 3 gra dhe 2 burra. Klodiana Spahiu gëzon respektin e të gjithëve në qarkun e Durrësit. Milva Ekonomi, e cila është një durrsake dhe mbabaden, që do të mbuloj politikisht Krujën. Lojer Kume është një profesionist dhe intelektual i qytetit të Durrësit, i cili është bërë pjesë e kandidimit nëpërmjet platformës deputetit që duam. Skënder Pashaj është një sipërmarrës prej 2 dekadash me një biznes të suksesshëm, i cili i bashkohet kandidimit të Partisë Socialiste, duke mbuluar politikisht zonën e qytetit të Shjakut.
Aurora Marën e kemi përfshirë në komunitetin e gjerë të qytetarëve të Durrësit të ri, që kanë ardhur nga zonat veriore dhe veri lindore kryesisht. Në listën e hapur të qarkut Durrës kemi 4 gra dhe 10 burra. Etleva Budini vjen nga një angazhim afatgjat në strukturat e PS-s, gjithashtu ka qenë pjesë e Këshillit Bashkiak në mandatin 2019-2023, aktualisht drejton forumin e gruas socialiste në qytetin e Durrësit dhe do të mbulojë zonën e Durrësit. Entela Hoxha është një mjeke, profesioniste stomatologe, që i bashkohet kandidimit në kategorinë e profesionistëve. Do të mbulojë zonën e Durrësit. Ani Dyrmishi është avokat, kryetari i Këshillit Bashkiak të Durrësit, drejtues dhe administrator i shumë institucioneve vendore, i angazhuar prej dekadash në Partinë Socialiste në zona të ndryshme me rezultate shumë të mira në zonat elektorale që kanë mbuluar, do të mbulojë politikisht zonën e Durrësit. Edvin Prençe është profesionist dhe sipërmarrës në qytetin e Durrësit, në sektorin fason, është bërë pjesë e listës së kandidimit për qarkun e Durrësit nëpërmjet platformës Deputetit që duam. Edmond Rushi është një jurist i cili ka administruar institucione të rëndësishme gjatë karrierës së tij, kandidat dhe më herët për PS-n, kësaj here do të përfaqësojë listën e Durrësit. Jona Osmani, arkitekte urbaniste e re, pedagoge në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, i bashkohet kandidimit në qarkun e Durrësit nëpërmjet platformës Deputetit që duam, dhe këtu gjej rastin që të falenderoj të gjithë ata djemë dhe vajza të cilat kanë pasur një energji shumë të madhe, duke kandiduar në platformën e Deputetit që duam dhe patjetër duke pasur dhe angazhimin në territor. Dua t'i garantoj që Partia Socialiste ka vend për energjinë e gjithëve tyre dhe jemi shumë entuziastë, do të bashkëpunojmë terren edhe në të ardhmen. Dorina Laçi, profesioniste në fushën e financës dhe ligjit, administratore në institucionet lokale, angazhuar në PS prej vitesh, aktualisht drejton forumin e gruas socialiste në Krujë, është kandidate që do të mbulojë politikisht Krujën. Indrit Gjoka, avokat, pedagog i UAMD-s, i angazhuar politikisht prej shumë vitesh në PS-n e Durrësit me rezultate shumë të mira në zonat që ka mbuluar. Erion Gjili është një sipërmarrës i ri, është përfshirë si pjesë e kandidimit për përfaqësimin e komunitetit të qytetarëve të ardhur kryesisht nga zonat veriore, do të mbulojë njësinë administrative Sukth dhe rrethinat e saj në qytetin e Durrësit. Gentian Hilla është një profesionist me eksperiencë prej 23 vitesh në radhët e policisë së shtetit, i cili hiq dorë nga detyra për të bashkuar në skuadrën e PS-s. Politikisht do të qëndrojë në zonën e Krujës. Për sa i takon deputetëve aktual, rikandidojnë për mandatin e ardhshëm sa më poshtë. Arkend Balla në Durrës, Alban Xhelili në Durrës, Erion Meka në Durrës dhe Ilir Ndraxhi në Shijak. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Qarku i Fierit ka 16 deputet, në ndërkohë që lista jonë e kandidatëve ka 5 deputet në listë të mbyllur dhe 16 deputet në listë të hapur. Unë do t'i prezantoj sipas bashkive, duke qenë se do bënte më sens, dhe në ndërkohë, nga ana tjetër, do mundohem të jem seriozisht shumë koncize, duke qenë se vjen dhe Ogerta nga pas, edhe keni punë të gjatë. Atëherë, parimi i krijimit të skuadrës së qarkut të Fierit ka qenë që të jetë një skuadër tërësisht e re, një skuadër që të ketë gjithë përfshirje, si territoriale, ashtu edhe nga ana profesionale. Kërkojmë që të sjellim një energji të re, kërkojmë që qarku të përfaqësohet ashtu siç e meriton, është një qark dinamik, është një qark ku ekonomia lulëzon, sidomos në vitet e fundit në fushat ndryshme, nga bujqësia tek industria apo në të ardhmen dhe tek turizmi, pasi parashikohet që zona e Darzezës, pra zona e Seman Darzezës, të kthehet në një nga zonat turistike më të fuqishme të Shqipërisë, pasi do të kemi edhe mundësinë që të kemi një master plan në atë zonë dhe jo si zonat e tjera të cilat na është dashur edhe t'ia gjustojmë gjatë rrugës. Megjithatë po i kthehem listës që është pjesa më e rëndësishme. Bashkia Fier
duke përfshirë këtu dhe Qarkun, kryesohet nga unë, drejtuese e Qarkut, Belinda Balluku, jam në listë të mbyllur sipas instrumentit që kemi vendosur për gjithë drejtuesit e Qarkut. Në ndërkohë, në Bashkim Fier, kandidon Erion Mile, është në listën e mbyllur, vjen nga deputeti që duam. Erion Mile është aktualisht pedagog pranë Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit Tiranës, i lindur dhe i rritur në Fier, në një familje me tradita dhe është baba i një djalit të vogël 2 vjeçar. Angazhimi politik i Erios ka filluar që në moshën 16 vjeçare, në Fresh dhe ka qenë aktiv në çdo fushat me detyra të ndryshme si koordinator i studentëve të Fierit, i deleguar i kryesisë Partisë Socialiste dhe sigurisht ka shërbyer si numërues edhe në zgjedhje në fillimet e tij. Ceno Klosi është aktualisht zëvendës ministër infrastrukturës dhe energjisë, i lindur dhe i rritur në Fier, ka mbajtur disa funksione të rëndësishme administrative, publike, por gjithashtu edhe në sektorin privat nga sistemi bankar. Prej kohësh është i angazhuar në Partinë Socialiste. Është baba i 2 djemve. Zaira të hapur. Vazhdojmë me listën e hapur. Zaira Gjika, e lindur dhe e rritur në Fier. Zaira është arsimtare dhe ka drejtuar për një kohë të gjatë, prej disa vitesh, zyrën vendore të arsimit publik në Fier. Gjithashtu është përfaqësuese e komunitetit Arrumun, nën e 2 djemve. Listë e hapur, gjithmonë Bashkia e Fierit. Ramion Kurti është kryetari i Partisë Socialiste të Fierit. Angazhimin politik e ka nisur herët që në vitin 2006 dhe ka qenë pjesë aktive e 9 fushatave elektorale, ku ka mbajtur pozicione të ndryshme, si kryetar organizate apo zëvendës kryetar i Freshit, sekretar organizativ i partisë. Ramioni është baba i një djali dhe një vajze. Mariglen Hoxha. Marigleni është një djali i ri, është financier, kontabilist, lindur dhe rritur në Fier, vjen nga një familje e madhe dhe respektuar, i angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste nga viti 2013. Gerta Vima, gjithashtu në listë të hapur për Bashkinë Fier, është një vajzë nga Pojani, një nën më sakt, e 2 fëmijëve. Gerta ka një eksperiencë të gjatë në Partinë Socialiste, duke qenë që vjen edhe nga një familje e angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste të Pojanit. Vjen nga platforma e deputetit që duam dhe padyshim do të sjellë energjinë e saj. Dhe këtu e mbyllim Bashkinë e Fierit dhe kalojmë në Bashkinë e Lushnjës me listën e mbyllur për Bashkinë e Lushnjës. Garon Ministri i Financave Petrit Malaj, i cili është bashkuar me administratën publike në fund të vitit 2023 duke pasur rolin e drejtorit të AKBN-s, por nga viti 2010 ka mbajtur rolin e drejtorit ekzekutiv të grupit të 5 më të madh në botë në fushën e konsulencës financiare, auditit dhe taksave BDO Albania. Është baba i 2 fëmijëve. Gjithashtu në listën e mbyllur për Bashkinë e Lushnjës garon një vajzë tjetër e re në moshë, e cila ka aplikuar tek deputeti që duam, Kiduina Zaka. Kiduina është psikologe dhe pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, lindur dhe rritur në Lushnjë, e angazhuar në Partinë Socialiste prej kohësh dhe ka drejtuar edhe Freshin e Lushnjës. Lista e hapur e Bashkisë Lushnja. Asfloral Haxhiu. Asfloral Haxhiu është një mjek i ri, kirurg, e ushtron profesionin e tij në Spitalin Memorial, është i lindur dhe i rritur në qytetin e Lushnjës, në një nga familjet më të mëdha të këtij qyteti, gëzon respekt në të gjithë Bashkinë e Lushnjës, por edhe në atë të Fierit, por jo vetëm nga familja e tij e madhe, por edhe për shkak të profesionit të tij dhe njihet si një nga mjekët inovator. Unë do ta quaja që është me të vërtet fat për Partinë Socialiste dhe për skuadrën tonë që të kemi doktor Altin si pjesë e grupit dhe padyshim doktor Alti përfaqëson të rit, profesionist, intelektual,
të cilët kanë vendosur të zhvillojnë jetën dhe karrierën e tyre në Shqipëri. Vazhdojmë me listën e hapur në Lushnjë. Elton Koreshi, i cili prej disa vitesh ka mbajtur pozicionin e nënkryetarit të Bashkisë të Lushnjës me profesion ekspert fiskal, djali një nga familjeve më të mëdha gjithashtu të qytetit të Lushnjës, ka kontribute të gjata në Partinë Socialiste, lindur dhe rritur në qytet dhe është babai i një vajze 2 vjeçare. Lista e hapur e Bashkisë të Lushnjës, Maldrita Bardo, është përzgjedhur për të përfaqësuar komunitetet e fushës të Myzeqes. Maldrita është farmaciste, lindur dhe rritur në Imsh të Bubullimës, prej vitesh e angazhuar në Partinë Socialiste, gëzon respektin e lushnjarëve dhe për shkak të natyrës së saj, gjithmonë të gatshme për t'u gjetur pranë njerëzve. Nën e 2 fëmijëve. Përparim Arapi është gjithashtu përfaqësues i fushës të Myzeqes, Krutjes dhe Allkaj. Përparimi është përfaqësues i denj i bujqësisë, pasi është një agronom i vjetër në detyrë me kontribute në fushën e bujqësisë, që punon në Institutin Bujqësor dhe për çka njihet përparimi, njihet për një burr korrekt, i cili ka ndihmuar në zhvillimin e fermave të shumta që ka në zonën e Krutjes dhe një burr model, siç e thonin ande nga Krutja, babai i 2 fëmijëve. Kalojmë në Bashkinë e Roskovecit. Bashkia e Roskovecit në listë të hapur Ilirian Musko, farmacist, lindur dhe rritur në Strum të Roskovecit. Iliriani ka emigruar herët, por ka zgjedhur të kthehet në atë dhe për të ndërtuar jetën dhe familjen e tij. Prej vitesh i angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste, por edhe në këshillat lokal. Gëzon mbështetjen e komunitetit si një person që i gjendet pranë njerëzve të nevojë dhe është baba i 3 fëmijëve. Ndërkohë që Zeshine Çaushi, gjithashtu një nga aplikantët e platformës Deputeti që duam, në listë të hapur për Roskovecin, është vajza më e re e listës tonë. Zexhinea është juriste dhe avokate, e diplomuar me master shkencor në të drejtën penale, me rezultate të shkëlqyera nga Fakulteti i Drejtësisë. Ka një angazhim dinamik në Partinë Socialiste dhe ajo sot është drejtuese e Forumit Rinor Eurosocialist të Roskovecit. Për Bashkinë Patos konkuron deputetja Antoneta Dhima, që është një figurë e mirënjohur në komunitetin e Patosit për gjithë detyrat dhe punët që ajo ka kryer në këto vite, por Antoneta si një kolege në parlamentin shqiptar do të thoja që spikat për koreksinë e saj dhe për angazhimin e saj që nuk mungon kurrë në seanca apo në komisione dhe për mënyrën se si mbështet patjetër komunitetin e saj. Bashkia e Mallakastrës, Klevis Jahaj, lista hapur gjithashtu, lindur dhe rritur në Ballsh, një profesionist i mirë i cili ka drejtuar me sukses disa nga ndërmarrjet shtetërore të energjisë apo të ujësjelljes kanalizimeve, me një angazhim konkret dhe të gjatë në Partinë Socialiste, i cili kthehet në qytetin e tij të lindjes për të kontribuar tashmë si deputet i këtij qyteti, është baba i 2 djemve. Bashkia Divjak. Bashkia Divjak tashmë përfaqësohet me një zonjë, me Ana Nakon, një arsimtare, drejtoresha i gjimnazit të Divjakës. Ana është në listë të mbyllur për t'i garantuar bashkisë të tretë më të madh në Qerkun e Fierit, një deputet të sigurt. Ana e drejton gjimnazin nga viti 2016, është antare e Këshillit Bashkiak, gëzon respektin e gjerë të komunitetit për shkak të kontributit të saj në rritjen e brezave të ri. Është nën e një vajze 15 vjeçare. Gjithashtu, në Divjak kemi kandidimin e një djali të ri, 29 vjeç, Dimitër Kruti, i cili është djali një familje me kontribute të mëdha në bujqësinë shqiptare, i njohur si një agronom i ri, për të cilin familja ka investuar që ai të kthehej më pas dhe të kontribonte për Divjakën që aq shumë duan. Në listë të hapur.
mbaroj, 5 të mbyllurat i mbaruam. Ndërkohë, gjithashtu për Divjakën kandidon Avdi Snalla, i lindur dhe i rritur në Grabian të Divjakës, baba i 2 fëmijëve me kontribute të njohura në pushtetin vendor në bashkinë e Divjakës, gëzon respektin e komuniteteve nga njësi të ndryshme, administrative dhe ka kontribute të mëdha në Partinë Socialiste. Ndërkohë, Avdi Snalla. Dhe i fundit, Nusret Abdullah, i cili është deputet i Parlamentit Shqiptar, na është bashkuar në garën e 11 majit për të kompletuar kështu skuadrën tonë dhe për të pasur të gjithë komponentët e gjithë përfshirjes, pasi Nusreti përfaqëson komunitetin Çam në qarkun e Fierit, duke kompletuar kështu një skuadër gjithë përfshirëse, siç u thash. Për t'ju thënë edhe një herë listën e mbyllur, pra në listë të mbyllur jam unë drejtuesi i qarkut, është Ministri i Financave Petrit Malaj, është Keduina Zaka nga Lushnja, është Erio Mile nga Fieri dhe është Ana Nako nga Divjaka. Shumë faleminderit dhe punë të mbarë. Një përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit për pritjen dhe durimin. Pas një analize për një periudhë kohore relativisht gjatë dhe pas diskutimeve intensive me miratimin e kryesisë së Partisë Socialiste, prezantojmë skuadrën fituese të qarkut të Tiranës, ku kandidatët të cilët janë pjesë e kësaj skuadre kombinojnë më së miri përvojën, eksperiencën, por edhe energjitë e reja, figura të spikatura të Partisë Socialiste, njerëz me kontribute në Partisë Socialiste, me kontribute në qeverisje, njerëz që i kanë shërbyer dhe i shërbejnë çdo ditë njerëzve, i shërbejnë çdo ditë komunitetit, dhe gjithashtu edhe figura të reja, profesionistë të fushave të ndryshme që janë bashkuar vizionit tonë për Shqipërinë europiane 2030. Lejoni që të mos ndalem tek profili i çdo kandidati, sepse lista e Tiranës është një listë e cila kanë përbërjen e saj 49 kandidat për deputet, 12 për të cilëve janë në listën e mbyllur dhe 37 për të cilëve janë në listën e hapur. Është një skuadër, siç e thash, e cila kombinon më së miri përvojën, eksperiencën dhe energjinë e të rinjve që i bashkohen skuadrës sonë për zgjedhjet e 11 majit. Do të patjetër, lista, sikur se e thash, është e gjatë, nuk po ndalem për shkak të kohës në prezantimin e profileve të kandidatëve. Në ditët në vijim, ju qytetarë do të njihen me profilin e gjithë secilit prej kandidatët. Do ta nis me listën e mbyllur të kandidatëve për qarkun e Tiranës. Lista e kandidatëve për qarkun e Tiranës kryesohet nga kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama. Mëtej, kjo listë vijon Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikola, Tauland Balla, Adea Pjerdeni, Albana Koçiu, Igli Hasanaj, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Pra kjo ishte lista e mbyllur për qarkun e Tiranës. Sa i përket listës së hapur të kandidatëve për qarkun e Tiranës, pra përfshin 5 bashkit, Tiranë, Kavaj, Rogozhin, Vor, Kamës, për efekte të kohës nuk po ndalem tek organizimi elektoral dhe tek kandidatët të cilët punojnë pra dhe do të janë pjesë e organizimit elektoral në të gjitha bashkit, por në rend alfabetik, po i rendis. Lista e hapur pra e kandidatëve për qarkun e Tiranës: Andi Seferaj, Anila Denaj, Antonela Dedej, Arben Pëllumbi, Blendi Gonxhe, Blendi Sulaj, Blerina Gjulameti,
Edlira Dyrmishaj, Eldi Çepeli, Endrit Brahimllari, Entela Ramosaço, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Ervin Hoxha, Etilda Gjonaj, Etien Gjafa, Fatmir Gjafaj, Florian Pullazi, Glinxhet Madhi, Halil Koloshi, Halit Valteri, Julinda Dhame, Kejsi Elezi, Klotilda Bushka, Mimi Kodheli, Mirgit Dhata, Olta Gjatshka, Ornaldo Rakipi, Kandeli Majko, Persida Shkrepa, Larent Ndreca, Roy Bashaj, Silda Qepe, Sofika Leshi, Toni Gogu, Gjemal Qefalia dhe Ylli Shehu. Me këtë ekip, Partia Socialiste e Qarkut Tiranës kërkon sërish besimin e qytetarëve për të vijuar rrugën e saj të reformave dhe bashkë me skuadrën kombëtare të Partisë Socialiste të vijojë dhe të finalizojë ëndrrën e çdo shqiptari për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Shumë faleminderit. Po patjetër. Po patjetër. Dhe ne do t'ju shpjegojmë të gjithë profilet e kandidatëve në ditët në vijim dhe parimet kanë qenë të qarta, të cilat ne i kemi shpjeguar, analiza ka qenë e plot, kemi një seri parimesh në cilat jemi bazuar për vlerësimin e gjithë kandidatëve. Për ne është e rëndësishme për bashkimi dhe skuadra e Partisë Socialiste të Tiranës, sikurse gjithë skuadra jonë kombëtare, punon dhe përpiqet për të çuar përpara vizionin për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri moderne. Faleminderit dhe shumë faleminderit për pritjen dhe për gjithë punën që bëni. Faleminderit.